Pas përuljes para kryeministit Gruevski dhe kërkimit falje ndaj tij për gjuajtjen me vezë në Tiranë vitin e kaluar, Taulant Capa sot është i pakapshëm për mediat. Celulari i Taulantit është i fikur, edhe profili i tij në rrjetin social Facebook gjatë ditës ka qenë i mbyllur, ndërsa pas edicionit të lajmeve të orës 16, ai e ka rihapur sërish profilin e tij në Facebook. Televizioni Alsat më u përpoq të komunikojë me Taulant Capën nëpërmjet babait të tij, por u përballën me mbledh dhe ofendime për shkak të publikimit të lajmit për takimin mes Capës dhe Gruevskit. Kohë më parë po njëjti Taulant Capa u shfaqte në protesta të ndryshme në Tiranë kundër politikës antishqiptare të, siç ai e quante, slavo-maqedonasve. Nga ana tjetër, unë doja të shprehja një formë pa kënaqësie ndaj diskriminimit të vazhdueshëm sistematik që ju bën qeveria e shqiptarëve në Maqedoni, duke filluar me dhunën, vrasjen, zhdukjen, cënimin e të drejtave të shqiptarëve, papunësinë, diskriminimin në arsim, diskriminimin në ekonominë. Po ashtu doja t'ju heqja frikën bashkë kombësve të mi në Maqedoni për arsye se ai është kryer një diktator për shqiptarët atje. Po ky Capa dje takoi diktatorin dhe i puthi dorën duke i kërkuar falje dhe duke thënë se Gruevski përfaqëson dëshmi për politikat pozitive dhe përcaktimin për bashkëjetesë dhe respekt të ndërsjellë, si parimit kryesorë të funksionimit të shtetit. Takimin e Capës me Gruevskin dhe përuljen para tij, qytetarët e shohin si poshtërim për të gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Kjo është një poshtërsim për të gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Poshtërsim është pa. Në poshtërsimin i keq obile. Pak duhet më u bën njeri lip ta dije pak se ku gjindes, çka është, si është. Ka pas interesat e veta personale. Ja, presion, s'ma merr mendja, po ato janë çështje materiale ose personale që ka dhe një prapavit tjetër, në siguri, nuk ka të bëje kur gjo me presionet. Ndryshe, i ati i Taulantit Bajram Capa është pjesë e iniciativës së re për ripërtritjen e demokracisë së re, ku kërkohet kthimi i Imer Selmanit në krye të partisë, që në fakt njihen si të afër me kryeministrin Nikola Gruevski.